Gjykata kushtetuese shfuqizoi pjesën e metodologjisë së regjistrimit të popullsisë 2021, që i referohen popullsisë rezidente dhe jo rezidente, pasi vlerësoi se ato nuk janë në përputhje me vlerën themelore të rendit ton kushtetues, sundimit të ligjit. Sipas kushtetueses, vendimi nuk do të zbatohet në mënyrë retroaktive për regjistrimin e popullsisë 2021, që tashmë është kryer, por do të vlejë që tani e tutje. Kushtetuesja sqaroi se për shkak se ky është vendim shfuqizues e jo anulues, ai do të zbatohet që nga momenti i publikimit në gazetën zyrtare. Por zëvendës kryeministri Arben Fetaj pohon se do të shqyrtohen të gjitha implikimet që janë bërë në ndarjen e blok dotacioneve nëpër komuna, banorët e të cilëve me shumicë janë në diasporë, por nuk janë llogaritur në ndarjen e fundit të buxhetit. Kemi thënë me kohë kur Bashkimi Demokratik për Integrim në bashkëpunim me SDSM-n vendosin në metodologjinë për regjistrimin e popullsisë kundër ligjit dhe kundër frymës së kushtetutës kategorinë jo rezidente, duke u arsyetuar se Eurostati u ka kërkuar një gjë të tillë, ata kanë shkelur kushtetutën. Eurostati në atë kohë përmes një pyetje gazetarësh madje ka demantuar se ka kërkuar një gjë të tillë. Pra, regjistrimi si i tillë ishte jo kushtetues dhe antiligjor, dhe vendimi i djeshëm e konfirmon këtë gjë. Kjo nuk ishte befasi për ne dhe e kemi thënë në vazhdimsi që Bashkimi Demokratik për Integrim ka patur për mision të marrë nga tjetër kush që të sabotoj vazhdimisht regjistrimet e popullsisë. Vitin 2011, bashkë me Gruevskin, ata e sabotuan regjistrimin e atëhershëm të parapar për atëherë, duke shkaktuar dëm në buxhet të shtetit prej 3 milion euro, për cilin ende nuk kanë dhënë llogari, dhe në regjistrimin e vitit 2021 u kryen një shërbim padronëve të tyre që synonin të ulin numrin e shqiptarëve në regjistrimin e popullsisë, duke krijuar këtë kategorinë jo rezidente, e cila është kushtetuese dhe u konfirmua si e tillë. Kryeministri Mickoski i qëndron brapa propozimit që për të mos i kontestuar të drejtën e votimit qytetarëve që jetojnë dhe veprojnë në diasporë, të kemi një njësi zgjedhore. Madje ai tha se edhe regjistrimi i popullsisë duhet të bëhet përmes platformës online dhe kryqëzimit të dhënave nga baza të ndryshme të institucioneve. Vetëm 10% e popullsisë që ngelet të regjistrohen në terren. Vetëm tek ne, regjistrimi i popullsisë shndërrohet në mjet politik, edhe pse atëherë si opozit dhe tani si pozit, theksojmë se ky është një operacion teknik dhe mos ta ndërlidhim me çështje politike, sepse këto të dhëna teknike na orientojnë se si ta zhvillojmë shtetin. Pjesa ime e dytë ishte që mos ta kontestojmë të drejtën e diasporës, siç dikush thotë se i privojmë nga e drejta për të votuar. Ja ta bëjmë një njësi zgjedhore dhe të gjitha votat do të grumbullohen në një njësi zgjedhore, potencoi kryeministri i vendit Kristian Mickoski. Çështja e kalkulimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat do të adresohet me akt nënligjor, që është metodologjia për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, e cila pritet të miratohet nga trupi koordinues që do të themelohet pas miratimit të ligjit në kuvent. Pas miratimit në qeveri, ky projekt ligj pritet që gjatë javës së ardhshme të dërgohet në Komisionin e Venecias për mendim, i cili do të pasohet për procedurë parlamentare në kuvent.